Mbrëmë policia ka kryer bastisje në 2 objekte brenda qytetit të Gostivarit ku ka banuar dhe qëndruar 43 vjeçari me inicialet QF, banor i Gostivarit. Gjatë bastisjes që është realizuar me urdhër të gjykatës, janë konfiskuar sasi të konsiderueshme të pluhurit me prejardhje të panjohur, me siguri lloj droge. Si dhe pajisje të tjera, 43 vjeçarit dhe një person tjetër më pas janë shoqëruar në polici dhe ndaj tyre do të ndiqet procedurë ligjore. Policia e Gostivarit ka vijuar me aktivitetet për parandalimin e trafikimit të lëndëve narkotike. Të martën në mbrëmje, policia ka kryer bastisje në 2 objekte brenda qytetit, ku ka banuar dhe qëndruar 43 vjeçari me inicialet QF. Gjatë bastisjes që është realizuar me urdhër të gjykatës, në një kuti prej metalit të hasur në hapësirat e banjës, është gjetur një sasi e konsiderueshme pluhuri me prejardhje të panjohur, 2 lugë si dhe disa qese boshe me mbetje pluhuri. Në dhomën e gjumit, po ashtu është hasur një pistolet me gas, ndërsa në oborin pas shtëpisë është gjetur edhe një vagë digjitale dhe pajisje të tjera. Në objektin tjetër, që është shfrytzuar për lojra argëtuese, është hasur 19 vjeçari me iniciale HA, tek i cili është gjetur një paketim me pluhur të panjohur. Që të 2 personat, pra 43 vjeçari me iniciale QF dhe 19 vjeçari me iniciale HA, janë përcjellë dhe mbajtur në stacionin policor të Gostivarit. Pas bisedës informative, personat në fjalë janë lënë të lirë, ndërkohë që ndaj tyre do të ndiqet procedurë ligjore. Ndërkohë tregtia e palejuar vazhdon të mbetet një fenomen shqetësues në regionin e Gostivarit. Shqetësuese mbetet edhe numri në rritje i personave që fillojnë të konsumojnë lëndë të ndryshme narkotike. Vitin e kaluar në procedurë penale nga kjo sferë janë zbuluar dhe denoncuar 26 vepra penale, prej të cilave 24 raste për prodhim të paautorizuar dhe lëshim në qarkullim të drogave narkotike, substancave psikotropike dhe prekursorëve, dhe 2 raste për mundësinë e përdorimit të drogave narkotike, për të cilat janë parashtruar 23 kallëzime penale kundër 27 kryerësve.